Faktisht ta kry. Në këtë pikë, kur vjen puna, njerëz mbledhen emocione. Me thonë, thithën emocione, akumulohen edhe tash, kur vjen lajmi i tillë, u duft me ditë, kur vjen lajmi i tillë, këtë kanë ditë që herë do kam ndërprej, po pak si hajtë nesër. Po si një goditje erdhë për ta, ke edhe për mu si një goditje për ta dhe nuk e pretën mirë. Pikërisht këto. Po, pat kape i tyne, për shumë se 12 vjetë njerëz mi marë studenta, mi unimu, me bo emën, me këtë serial, me bo të famshëm, me pas një rrugë konstante, me majtë familjen për kësaj pune, për 12 vjetë, edhe vjen një ditë, se ta shrujësun e ka se cila, e të kjo për vazhdojnë se cili me punë të veta, po, ke pak dhimbje e madhe, ke edhe për mu. Ku me nutë që edhe vetë ku me përbalu pak letë. Po, dole vetja për kontrolit, a? Jo, unë jam i mësumë, se unë kom lujtë 3 Gjerman të trash, aty e patalon serialin, po... E mu këty edhe atë? Në kafenia jonë, edhe ajo ka në dhimë të madhe, lo gjeri, tani kjo, unë e veç e kështë në eksperiencë, po ku me nutë që, hajtë se që ashtu diçka, po jo, kjo ka në me madhe. Mi po, ti për kanë po të mërzin matë madhe që ndoshta po e len këtë etapë? Dijet për publikën, e kom ditë këtë se. Unë kom pasë sësi publiku njerës me nevojat veçanta, me sindrom Down, njerës që kanë qenë smut para vdekjes, që në kanë kërku video, në kemi pasë eksperiencat ndryshme. Për shembull, shumë për tyne në kanë shkru, ne jemi ka një vetëmi grupë që kemi vizitu gjdo vjetë onkologjinë. Ne kemi bu punë, tash po folim, ase veç u përë fundu. Ka pas rast për shemull, ka njeri, më ka thonë e kom djallin me këtë problem, nuk fol as me neve, po vetë më mbus qeshje ka vish me ty. Ka në gjirim, ku e ki djallin jashtë, e kemi ndërprej gjirimin, jemi dal, ka nejti për qafun për 10 minuta, kemi pas eksperiencë ati, na kemi bu punë, për shemull, jo vishtu, për kemi bu punë edhe tjera, e kemi di qëfar audiencë e kemi. Na kemi pas një audiencë shumë besnike. Na ka ndasht se e kemi rritë si gjenerat. E kur të rritë dikon si gjenerat, për shemull, nëse dikusht ka këshirë për moshës 10 vjetë, i ka bo 22. A në konë matë mirë tjetës vete e ka kalu me ty edhe, di qëfar dashni. A i të njësi, unë e di reagime që i kanë si se nga këshyri në shpillë dhe kanë menu që jeni pjesë të antarëve të familjes. Ka qenë vështirë. Lidhshmëria ka qenë e tillë. Po i përmend të raste... Jëm të fol pak me një zoni, se prita as këto, lam një kalëzum. Besom që ti të folun jëm të u përlot. Menova që... Një po janë... Këna me pas... Pak ma happy. Me humor. Po... Nostalgjia është kjo. Po... është një kujtes emocionali e mirë. Mungojnë shumë ata këtë ekipa, në ka mungu dhe ademi, po sa qëresht leze qena, sa ajo ka qenë e lidhën me mu shumë, këtë ekipa. Po i përmend të rastet me publikun shumë të veçanta nëse, po cili është ndoshta një kujtim që kemi mbajt mend gjatë gjithë jetës. Pa dyshim se cili për tyre ka veçantine vetë. Kujtimi ma i miri është lajmi që është pranu që ka shpia. Ka qenë 2014, më thiri drejtori i Radio-Televizionit Kosovës, ishtë drejtori, mentor Shala, edhe shkova në më taku. A ju më kishtirë për diçka tjetër për një late night show, tha e kemi me udheq. Tha është s'këm kësi ambicje, ta është për të kalëzaj drejt. E këm shu një serial, ta është po vi që këm shu e këm lanë, se dënë ta që i me ledzu, tha, jo, që jetë të aplikojnë komisione, për në aplikoj, krejt aty që u kanë konkursje këto, aplikoj, edhe e latë, edhe nuk njëna me atë punë. 5-6 muaj nuk jo marë. Kërë më thirin për e të kësta, ka kalun komision, ka kalun marketing, ka më kalun produksion, ka kalun